Mbreti me një sy dhe një këmbë. E gjithë jeta ka të bëjë me perceptimin dhe mënyrën se si njeriu i sheh gjërat. Në dorën e tij është kjo zgjedhje. Një mbret nuk e kishte një sy dhe një këmbë. Një ditë prej ditësh, ai u kërkoi të gjithë piktorëve të atij vendi që ta nxjerrin një portret të bukur të tij, por asnjëri prej tyre nuk guxoi. Si ta pikturojnë atë të bukur kur ai ishte pa një sy dhe pa një këmbë. Por fundimisht, njëri prej piktorëve pranoi dhe e pikturoi mbretin. Ishte një pamje fantastike dhe i habitit të gjithë. Ai e pikturoi mbretin kise në gjuhën e tij, duke shënjestruar pren me njërin sy mbyllur dhe njërin këmbë të korrusur. Pse vallë mos të pikturojmë të tjerët duke u afshehur dobësinë dhe duke u theksuar forcën